Kush është Shën Andou, duke shtektuar drejt shenjtëroreve? Para se të nisemi për në shenjtëroret e Laçit e të Gjakovës, po njihemi me shenjtin, të cilit i kushtohen Shën Andoun. Nisim një shtektim të ri. Nga kodra e Rozafës, në atë të Laçit të Kurbinit, vendi lashtë kulti, ngarkuar me ngjarje të hidhura e të lume, me krime e ndëshkime, me përhumbje e mrekulli. Shtektojmë ka një shenjtërore tjetër kombëtare, ajo e Shën Andout, që shqiptarët e njohin si i Laçit e i Gjakovës, portugezët si i Coimbrës, italianët i Padovës. Shenjt që gjithkush dëshiron ta ketë të veten. Kush është Shën Andou, drejt shenjtërores të cilit nisim shtektimin? Para se të trokasim në portën e Shën Andout, si mishe dashamir të shenjtit, duhet ta njohim sadopak. Që të mundemi, pastaj, t'ja zbrazim shpirtin e shqet, si miku mikut, në pritje të hirit, sepse shenjti nuk i nis kur misht me duar thatë. Shën Andou i Padovës, siç njihet në letërsinë kishtare, lindi në Lisbon të Portugalisë më 15 gusht 1195, në një familje fisnikësh. Dita e lindjes së tij përkoi me festën e ngjitjes së Zojës në qiell. Maria Teresa Tavera, një pasardhëse e familjes mbretërore të Asturias, e quajti lindjen e fëmijës, që mori emrin Fernand, dhuratë nga Zoja. Tre parimet, mbi të cilat u mbështet formimi shpirtëror i Fernandit, ishin përvujtëria, drirësia dhe mëshira, mësimet kryesore të Jezusit për ndjekësit e tij. Në moshën 15 vjeçare Fernandi u largua nga familja dhe nisi rishtarin në një manastir agostinianësh, që ngrihej mbi një kodër buzë lumit Tago. Kështu, fillimisht, u formua në shkollën e Shën Agostinit, duke studiuar veprat e Atit të Madh të Krishterimit, pa harruar Biblën, komentet e thella të etërve të Kishës dhe veprat bashkëkohore enciklopedike. Mbas 2 vitesh Fernandi u largua nga kodrat e lulëzuara të qytetit të lindjes, për të gjetur stre në abacinë e Shën Kryshit të Coimbrës, kryeqyteti i atëhershëm i Portugalisë e qyteti universitar më i famshëm i saj. Simbas njërit prej biografëve të tij, Nigauld. Në kronikat e abacisë Fernandi përshkruhet si njeri i famshëm, i ditur dhe i shenjtë, i pajisur me njohuri të thella letrare e i kurorzuar me merita të lumnueshme. Në Coimbra Fernandi qëndroi 9 vjet. Mbas tyre, u njoh me përvojën e Shën Franceskut të Asizit, nëpërmjet 5 martirëve që u mbytën në Marok, dhe vendosi të hyjë në urdhrin e fretërve të vegjël. E ndërroi jetën akademike të kanonikut agostinian, me thjeshtësinë franceskane. Ndërroi edhe emrin në Anton, ndue e duke kërkuar mbrojtjen e varfanjakut të Asizit, u largua nga atë dheu, me ëndrrën që të nisej për në Marok, për të përhapur atje mësimet e Ungjillit. Nuk arriti të se ndërtoi misionin që i vuri vetes sepse, sapo zbriti në Marok, e zunë ethet e malaries, nga të cilat u shërua vetëm mbas disa muajsh. Si u shërua, u nis me anije për t'u kthyer në Spanjë, por një stuhi e fuqishme e detyroi të zbarkonte në Sicili. Këtu filloi veprimtaria baritore e tij, që u zhvillua në shumë qytete të Italisë si Montepaolo, Cefal, Noto, Lentini, Forl, Rimini, Vercelli, Bologna e Padova, qytet që mbeti i lidhur përjetësisht me emrin e tij. Pas shumë endjesh, predikimesh e mrekullish, Papa Gregori e quajti Arka e gjallë e Biblës. Kjo ishte me pak penelata, figura e shenjtit që u bë kaq i dashur për brezat të tërë shqiptarësh, të cilëve u dha guxim për të përballuar vështirësitë e jetës e deri për të sfiduar diktaturën. Kash për jetën, para se të nisim shtektimin. Po kjo nuk mjafton. Duhet të njohim edhe kultin e shenjtit ndër shqiptar, pa të cilin shtektetimi drejt Laçit mbetet i manget. E ta dëgjojmë edhe duke predikuar në kishat tona, atë që kisha e quan predicatore Angelicum.